Mirë, tani jemi në hapësirën që ja dedikojmë Sido Barkajt, i cili na sjell informacione në lidhje me zhvillimet më të fundit, por edhe çdo çështje e cila i përket aktualitetit. Në rastin konkret do të ndalemi tek një raportim i asaj se çfarë ka ndodhur me policinë rrugore sa i takon edhe monitorimit që kanë bërë për shkelje të ndryshme. E kemi Sidon, i themi mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Berkena dhe Flori, në fakt gjatë një jave duket se policia rrugore e Tiranës është treguar me dorë të hekur sa i takon gjobitjes të gjithë drejtuesve të mjeteve të cilet kryen pra shkelje të kodit rrugor. Vetëm në një javë, pra në 7 ditë, bilanci i policisë rrugore tregon se janë vendosur më shumë se 4.000 masa administrative pra gjoba për shkelje të ndryshme, ku kuptohet që dominojnë ato shkelje të cilet përdorimi i celularit apo përdorimi i alkoolit në drejtimin e mjetit, mos vendosja rribit të sigurisë, parakalimet e gabuara, të i kalim shpejtësisë e të tjerë. Megjithatë, disa prej gjobave janë vendosur dhe për ato që lidhen për mos respektimin e këmbësorëve, kryesisht tek vjezat e bardha. Nga ana tjetër janë arrestuar 33 drejtues mjetësh, të cilët në fakt janë kapur nën efektin e alkoolit, por dhe të lëndëve narkotike në drejtimin e mjetit. Nga ana tjetër, policia rrugore ka vijuar, le të themi, kontrollet intensive në rrugët kryesore të Tiranës për parakalim, për ndjes, për parkimet e gabuara, por janë larguar me karrotrec 85 mjetra, pa 85 makina vetëm për një javë, të cilet janë bërë shkak, le të themi, për bllokimin e rrugës dhe për trafik të rënduar në rrugët e Tiranës. Kuptohet që policia rrugore do të vijojë aksionin sa i takon monitorimit të sigurisë rrugore, jo vetëm me efektivet e policisë rrugore, të cilet janë pozicionuar kryesisht në akset më problematike të Tiranës, pra në rrugët të cilet bajnë peshën më të madhe të trafikut, por dhe me pajisjet e tjera teknologjike, kryesisht ato me dron, ku bëhet monitorimi pra i rrugëve i akseve kryesore, sidomos pjesa e Unazës së Madhe, cila pra shpeshherë bëhet, le të themi, shkak për parakalimet e gabuara, për të kalim të shpejtësisë pra për shkelje të ndryshme nga ana e qytetarëve. E qartë, megjithatë kurioz jemi Sido për të kuptuar nëse ka filluar të funksionojë i famshmi parkim dysh dhe nëse është marrë ndonjë, le të themi, mas e arrestit me burg për ndonjë qytetar. Në fakt, Flori ka filluar të jap efektet sa i takon parkime dyshe, kuptohet që nismat e ashpërsuara tashme ka nisur të japin efektin e vet, nuk do ta sugjeroja parkimin dysh për këdo prej qytetarëve, por deri në këto momente pra gjykatat nuk kanë vendosur masën arrest me burg për ndonjë qytetar. Kuptohet që edhe vet policia rrugore, le të themi, është e kuptueshme ose është tolerante sa i takon parkimeve dysh, bëhet fjalë pra për pjesën më të madhe të parkimeve dysh janë masat administrative, pra gjobat e megjithatë sa i takon veprës penale për të tolerancë për arrestimin, se për gjobat nuk besoj, apo jo? Patjetër, jo për gjobat, por për masat e arrestit, le themi, ose për të ndjekur penalisht për këdo që parkon dysh, bëhet fjalë vetëm për korsitë e emergjencave, pra le themi qytetarët e cilët blokojnë korsitë e emergjencave dhe përbëjnë rrezik, le themi, për ambulancët, për kalimin, pra për lëvizjen e lirë të qarkullimit rrugor. Pa bëhet fjalë vetëm për këto raste, jo për parkime dyshe, të cilët sjellin një rëndim, le themi, të trafikut. Në këto kushte qytetarët do të penalizohen vetëm me gjop. E qartë. Mirë, Sido, të falenderojmë shumë për gjitha informacionet që përcove. Faleminderit Sido. Faleminderit.